3 persona janë shpallur në kërkim lidhur me plagosjen e ndodhur me armëzjarri mbrëmjen e 15 dhjetorit në qytetin e Durrësit. Ngjarja ndodhi në një lokal në lagje numër 9, ku mbeti i plagosur 33 vjeçari me inicialet FK. Policia deklaroi se këta 3 persona i janë afruar 33 vjeçarit me 2 automjete dhe kanë qelluar me armë. Në vijim të informacionit të dhënë mbi plagosjen me armëzjarri të shtetasit FK, sqarojmë se si rezultati veprimeve të thelluara hetimore, të kryera me qëllim zbardhjen e plotë autorsisë dhe rrethanave të këtij rasti, u identifikuan dhe u shpallën në kërkim shtetasit AN 38 vjeç banues në Durrës, FB 22 vjeç banues në Tiranë dhe BC 34 vjeç banues në Durrës. Nga këto veprime dyshohet se këta 3 shtetas rreth orës 23:45 minuta të datës 15/12/2025 janë afruar me 2 automjete tek lokali në lagje numër 9, ku qëndronte shtetasi FK dhe kanë qelluar drejti me armë zjarri. Si pasojë, shtetasi FK është dëmtuar lehtë. Në vijim të veprimeve për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LB 31 vjeç, pasi nga verifikimet rezultoi se është pronar i njërit prej automjeteve me të cilat u afruan në vendngjarje shtetasit e shpallur në kërkim. Nga kontrolli në banesën e 31 vjeçarit u gjetën disa fishek luftarak, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Po punohet intensivisht për kapjen e 3 shtetasve të shpallur në kërkim, bën me dije policia.